Nuk kanë mjaftuar as lajmërimet për ditën ndërkombëtare pa makina, për t'i shtyrë shkodranët që t'i mbyllin automjetet e tyre të paktën për sot. Me qindra makina kanë qarkulluar në rrugët e Shkodrës, ndryshe nga shumë qytetet e tjera të botës, ku dita pa makina është respektuar në masë të madhe. Në vend të biçikletave apo ecjes në këmbë, qytetarët kanë preferuar sërish makinat, duke mos arritur që të sensibilizohen. Shumë pak janë përgjigjur ftesës së këtyre ditëve për të lëvizur pa mjete motorike. Shumë qytetarë të Shkodrës kanë vendosur që të përdorin makinat për të kryer punën e tyre, apo qoftë edhe për të bërë një shëtitje. Rrugët kryesore të qytetit dominoheshin nga trafiku i zakonshëm, çka tregon se dita pa makina nuk e ka bërë efektin e duhur ashtu siç duhet. Ministria e Mjedisit ka njoftuar të gjithë shqiptarët përmes mesazheve në celular që t'i bashkohen ditës ndërkombëtare për të lëvizur pa makinat e tyre, por në Shkodër dhe shumë qytete të tjera ka qenë e pamundur që kjo ditë sensibilizuese të ketë atë ndikimin e madh. Ashtu si çdo ditë edhe sot kalimtarët e thjesht nuk janë respektuar nga drejtuesit e mjeteve, pamje të cilën e kemi çdo ditë të pranishme. Arsyet mund jenë të shumta, mbase dinamika të jetuarit për dikë, mungesa ndërgjegjësimit për dikë tjetër, apo në ndonjë rast edhe mosmarrja e informacionit kanë bërë që rrugët në vend të biçikletave apo këmbësorëve të dominohen sërish nga makinat e shumta. Dita pa makina ka për qëllim kontributin e të gjithëve, të paktën për një ditë, duke qenë se mjetet motorike emitojnë lëndë të dëmshme për organizmin e njeriut dhe është si një përpjekje për t'i ardhur në mbrojtje e mjedisit. Të paktën në Shkodër, kjo nuk është arritur që të realizohet siç duhet. Mbase vitet e ardhshme, sensibilizimi dhe ndërgjegjësimi për shkodranët duhet të jetë edhe më i madh për ta kthyer një kulturë dhe për të krijuar një mentalitet të ri ku qytetarët e Shkodrës t'i përgjigjen pozitivisht dhe në masë ditës pa makina.